Nëna Shpat Kasapit, vitin e fundit nuk ka qenë i qetë, kishim një parandjenjë se në akademinë përkujtimore të mbajtur në Çair, nëna e këngëtarit të ndjer Shpat Kasapi, Gjulumsere Kasapi, ka prekur zemrat e gjithë pranishmëve me fjalët e saj të ndjera. Ajo nisi fjalimin duke falendëruar mikun e familjes, kryetarin e sapo zgjedhur të Çairit, Izet Mexhitin, për organizimin e këtij nderimi. Faleminderit zotëri Izet Mexhiti, miku im që organizove këtë eveniment për nder të humbjes së madhe të shpirtit tim, gjysmës së shpirtit tim Shpatit, tha ajo mes dëshpërimit, pavarësisht karrierës së gjatë në arsim. Gjulumsere Kasapi rrëfeu se përballë kësaj humbje fjalët i kishin humbur peshën. Sot do të thoni pse nuk jam në gjendje të flas, 22 vjet kam ligjëruar, por sot ndjej një emocion që kurrë në jetë nuk e kam ndjer. Dhe e din të gjitha nënat që kanë humbur fëmijën e vet. Në mesin e dhimbjes ajo shpreh krenare për dashurinë masive që publiku kishte për djalin e saj. Në një aspekt tjetër, jam shumë krenare dhe lumtur që pas kam lindur një djalë, jo vetëm imi, por i të gjithë juve. Ju e pas keni dashur dhe unë nuk e kam ditur që e keni dashur kaq shumë. Moment më prekës ishin edhe ato kur Gjulumsere zbuloi se vitin e fundit të jetës së Shpatit nuk kishte qenë i lehtë për familjen, le të prehet në paqe, le të jetë i qetë atje. Pasi vitin e fundit nuk ka qenë i qetë. Kjo ka qenë parandjenjë e gjithë neve që jemi shqetësuar si familje. Në fund e bëri një lutje prekse për anëtarët e tjerë familjes duke thënë: e lut Zotin me lutjet e mia më të fuqishme që të më ruaj fëmijët e tjerë, dritat e syve, Albinin, Jehonën, niprit Mbesat, Roelin dhe Selvien, që do më mbajnë të gjallë nëse jam në jetë tutje, le të prehet në lulet e xhenetit. Shpat Kasapi u përcoll në banesën e fundit të dielën në Tetov, duke lënë pas një trashëgimni të pasur muzikore dhe një familje të pikëlluar.